Pas publikimit të videos ku shfaqet me humor duke treguar pikturën ku ai paraqitet si një gladiator i vërtet, Luis Eli ka vazhduar të jetë një nga emrat më të komentuar në rrjetet sociale. Si gjithmonë, publiku është ndarë në dy pjesë. Aty ku shumica shprehin dashuri, mbështetje dhe argëtim për mënyrën unike të Luisit për të komunikuar me ndjekësit, nuk mungojnë as komentet me tone ironike apo xheloze nga ndonjë komentues i rastësishëm që kërkon të provokojë. Pikërisht kjo ndodhi edhe me postimin e fundit të artistit, ku një koment në dukje thumbues shkruante: "A ka ndonjë koncert, këtë muaj apo ka shku në pension?" Ky koment ka tërhequr vëmendjen jo vetëm të ndjekësve, por edhe vet Luisit, i cili vendosi t'i përgjigjej, por jo me inat, jo me thyerje, por me një qetësi që e karakterizon dhe me një stil që vetëm ai di ta menaxhojë në mënyrë brillante. Luisi i është kthyer komentuesit me një fjali të shkurtër, por plot peshë, duke shkruar: "Në lesh të shtunën, më qëse e kishe me merak. Rri si, e din vete tani." Kjo përgjigje është pritur me të qeshura dhe komente mbështetëse nga fansat, të cilët nuk e lanë pa përmendur edhe një herë se sa mirë di Luisi të vendos kufit me ironi dhe të ruaj nivelin e tij në çdo situatë. Për më tepër, me këtë përgjigje, ai jo vetëm që la pa fjalë komentuesin fumbues, por edhe bëri një promovim natyral për koncertin që do të mbajë në Lezhë, duke treguar se edhe pse 2 vit pas fitimit të Big Brother VIP Albania, ai mbetet më aktiv se kurrë dhe me një publik që e ndjek ngado. Kjo ngjarje është një dëshmi tjetër e mënyrës se si Luisi përballon presionin publik dhe sulmet e padrejta, parën në grackën e provokimeve të ulta. Ai zgjedh gjithmonë të përgjigjet me klasë, me humor dhe me zgjuarsi, duke forcuar më tej figurën e tij si një personazh që di të mbajë peshën e famës me dinjitet. Reagimi i tij është shpërndar menjëherë në rrjetet sociale, dhe shumë faqe e kanë publikuar si një shembull se si duhen trajtuar komentet negative. Nga ana tjetër, fansat e Luisit e kanë përgëzuar për këtë qëndrim, duke e konsideruar si një model për të gjithë ata që përballen me komentues të pakënaqur dhe negativ. Ai nuk është thjesht një këngëtar apo një personazh publik, por është kthyer në një figurë që përfaqëson një brez të tërë që kërkon pozitivitet, origjinalitet dhe që nuk pranon të bie prej energjive negative. Ai e ka fituar zemrën e publikut jo vetëm për zërin dhe talentin e tij, por edhe për mënyrën se si përballon situatat dhe për dashurinë e madhe që ka ndaj familjes së tij, sidomos ndaj Lunës dhe Kiarës. Në përfundim, kjo situatë tregon edhe një herë se sa i vëmendshëm është Luisi ndaj asaj që ndodh rreth tij, sa afër është me publikun dhe sa shumë e çmon atë që ka ndërtuar me punë dhe për kushtim. Dhe për të gjithë ata që pyesin ende nëse Luisi është aktiv, po, ai është më aktiv se kurrë, dhe çdo reagim i tij është një kujtesë se suksesi i vërtet është kur di të ecësh përpara, edhe kur të tjerët përpiqen të të ndalojnë.